edhe deputet jënë ka shumë që është bu shumë, është bu tepër. Edhe unë dyshoj që tash mas vdekjes papës, mas shpejt do zgjedhet papa e rinë në Vatikan, se sa që do zgjedhet kuvendi me një kryetar kuvendi, që ka rolin e një spikeri. Me të vërtet është ardhë për me pa kuvendin e Kosovës si teatr. Po ha me bo një deal. Si Papa, po kryetar i kuvendit e Kosovës. Do si mi nguju mrana deri sa deltimi i bardh të zgjedhën dikant. Po kanë shëndruar në teatr se ka shumë artistë ato, edhe ka shumë komedianë që janë mrana. Edhe pe trajtuan kuvendin pa pikë serioziteti. Edhe është jo serioze, për shembull po flasin për organin më të lartë të vendit, templin e demokracisë. Dhe me njoftimin zyrtar që kemi pa ka sen, seanca fillon në ora 10. Po dhe është ora 10:22. 2 minuta, dhe halo, vetëm Berisha dhe në shetmen aty, unë nuk do të vijen e se vijen. Se shetmen? Mas po nuk është korrekte me vetë vetën. Asa e statjerë, gjyzat e deputetëve nuk e në sallë. Po dhe do t'i ku t'i hini një minutë për Po para. konsideron shqitje mendësh, derisa ai deklaron që bën të ditur që është lodhur nga kjo situatë, ndoshta nuk do të vijë. Shumë bile po të them drejtën. Unë një shumë afër shumë mirë vetëm Berishën dhe kam shumë respekt për ta. Është do shumë asërës, shumë i zapë. Shumë vërtet. Shumë tjerë. Po nuk mos më thonë tash na lodh dhe shkon 20 minuta më vonë. Po zoti Berisha ka vetëm zoti Berisha. Nuk e mora si shembull Berisha, pa tjetër që ishte më herë. To zoti Kurti tash ty. Prandaj ne këtu kemi këtë problematik. Dhe ne pretendojmë aty në Bashkimin Evropian, mas pore unë asnjë me kon studentët mirë se kanë në klasë. Ora ka fillon ora 10. Po kryetari, profesori, kryesori, i lëndës para 2 minuta. Po, nuk është e raport që janë vonuar deputatët. Edhe në seancën e kaluara kemi pas vonesë. Problemi është se këta po bëjnë hajgare. Kështu është problemi me gjithë. Ta kanë marrë si hajt për shkojmë aty. Po situata duket që është e tillë. Vetëm Berishës i është kërkuar vota, e ka dhënë votën, është korrekt, se ka edhe votën së tij, edhe votuesve të tij. Është korrekt, është i sinqert. Për vetonin asgjë nuk shkon në ngërç. Në këtë Problemi momente. është këtu pse zoti Kurti, që është qelësi i blokadës edhe i zhblokadës, asnjëherë nuk ka pas asnjë qendrim publik mos sharu para publikut çka është ka dhënë. Po veç edhe ndoshta edhe këtu, edhe këta shokët partitë tjera, nëse në shumë të interesume, partitë opozitare, tash partitë që janë PDK, LDK, OK. Që nuk janë në para. Që s'janë në para, s'po di që mi thonë tash që s'ka në i term, në tentativë për të kryuar. Apo doni, a i keni numrat? Po, votoni e parlamentarin, edhe rrjedh ora demokratike 15 ditëshit. Është problem Por kush i garanton këtyre partive se këta kanë votuar pastaj në kryetar? Është edhe loja e dytë kjo.